Jemi në studio dhe tani do të flasim për fëmijët, personazhe, VIP-a, që si duket ka nisur karrierën e VIP-llokut që fare të vegjël, dhe një ndër këto vajza, që në fakt ne kemi prezantuar si talent, e kemi prezantuar si një ndër vajzat që ka një lloj shkastësie në ekran të padiskutueshëm, dhe ajo tani është një ndër aktoret e teatrit të kukullave të Tiranës dhe është vërtet shumë kënaqësi që t'jetë Sibora Duka me ne në studio. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe bukuroshe. Si je ti? Mirë, po ju si jeni? E lumtur që sot le shkollën? E lumtur dhe jo. Se jo? Se si e lumtur për shembull? Se kam shumë lëndë që i bëj për ditë edhe jam mësuar me ato lëndët. S'ka problem nëse bëm pak pushim, po me thënë. Por e mërzitur pse ishe? Se kam fiskultur sot, po vetëm atëherë mund të ulem me shoqen. Në rreth një pikë që kemi bërë në sot. Ne do përpiqemi që të mos të mbajmë shumë, për shembull, dhe ti ikësh ta kapësh atë orën e fiskulturës. Si mendon? Mirë është, po s'ka problem, se unë kam dhe të intën tjetër. Më sa e mirë është. Unë nuk di domethënë. Tani do të tregosh pak ç'mendim ke ti për vajzat edhe për djemt që janë edhe të jashtëm, nuk janë shqiptar, po kanë nxjerr filma që kur kanë qenë fare të vegjël, janë nga ato personazhe që tregojnë se çfarë duhet të bësh. Ti ke menduar, i ke parë sikur janë personazhe të njohur, janë VIP-a, bëjnë lek, si ke parë ti? Unë kam pa shumë filma që janë të vegjël, fëmijë të vegjël që aktrojnë. Unë mendoj se është shumë mirë që të aktrojnë në moshë të vogël, sepse pastaj mësohen edhe ndoshta bëhen aktor kur të rriten. Po, edhe ti aktrimin e ke nisur shumë herët, apo jo? Mua më pëlqen aktrimi. Ty të pëlqen aktrimi. Por ti e ke nisur në teatr. Nuk e ke nisur me filmat ose me videot që, siç është Diana dhe Roman, për shembull, ti duhet t'i kesh parë ata, që ata bëjnë video virale, por ja realizon mami dhe babi. Dhe prej kësaj gjëje ata tani janë paguar, janë mirë paguar, kanë marrë goxha lek. Ti të ke menduar, për shembull, për të bërë aktore se do marrësh lek? Bora, po e pyet sa e ka pagesën tani që është aktore? Jo. Do shta të tjetra të ne i thot vetë. Ma më pëlqen të jem aktore, se kam qefe, kam pasion të aktroj. Kam talent. E ke talent. Po në shtëpi, pëlqen të bësh video të ndryshme me mamin, për shembull? Po, më pëlqen të bëj shumë video. Nga njëherë gatuaj me mamin, nga njëherë bëjmë karaoke. Bëjmë shumë gjëra. Po ndonjë video kështu, hajde bëjmë gati bashkë sot, bëjmë flokët, bëjmë karficat. I bën këto? Nuk bëj shumë shpesh me mamin, po nga njëherë bëjmë. Të pëlqen ti bësh edhe këto? Po bëjmë kështu video duke gatuar, duke bërë gjërat gati. Po idetë më shumë për videot, kush i ka, i ke ti apo mami? Mami është i menaxherja ime, ajo e mendon video, ndërsa unë i bëj. Pra, ty deri tani të pëlqen që ti del në televizor, ftohesh në panele, në intervista, je edhe tek teatri, njerëzit të ndalojnë të bëjnë foto me ty, të pëlqen kjo gjë? Më pëlqen, po jo dhe aq shumë, se ka shumë njerëz që duan në shumë lodhje. Në shumë lodhje? S'ke faj, nuk e faj. Ka ndonjë moment, Sibora, që ti thua mamit, mami sot jam e lodhur e mërzitur, nuk dua fare që të bëj video, të bëj foto? Nga njëherë, kur kam ndonjë shfaqje, që duhet të ri deri në darkë, është pak e lodhshme se duhet të bëjmë gati dhe duhet të ri 2 ose 3 orë deri në darkë. Edhe nuk do që ti bësh video. Dhe çfarë të thot mami, nëse ti thua jo për videot, mami thot, okej, kur të duash ti? Mami thot, okej, kur të duash ti do t'i bëjmë videot, po mos harro se është e rëndësishme kjo video. Gjithsesi ishte mjaftueshëm në formë prezantimi edhe për psikologen Anora. Mirëmëngjes Anora, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Anora. Mirëmëngjes Anora. Besoj se ishte mjaftueshëm kështu e perceptuar nga një fëmijë, i cili në fakt Sibora ka provuar që tjetë edhe në TikTok, edhe në Instagram, edhe në televizion, por edhe në teatr. Do me thënë i ka provuar të gjitha këto shkallë dhe prapë është në fazë që thotë më bezdis pak, se ka shumë njerëz që duan që të bëjnë foto me mua. Po, do me thënë shumë bukur e filloj Sibora, pavarësisht të gjithë sukseseve që ka pasur, qoftë në teatr që e përgëzoj për rolin edhe gjithë iniciativën e re që ajo ka marrë.
Urime, si Bora. Faleminderit. E mban Montanorën, apo jo? Po. Keni qenë bashk? Po. Po, edhe në bëjmë të shumë mirë, edhe e përqafoj nga largë. Sa bukur, edhe unë thëtë si Bora. Okej. Dhe pra, Anora, në një farë mënyre kjo është një lloj peshe për fëmijët të qenit në televizion, të qenit në qendër të vëmendjes, të qenit në pjesë e videove. Është një peshë për fëmijët nga ana psikologjike? Po, si që shprehu edhe si Bora që keni aty dhe shumë bukur e hapët emisionin duke pyetur vetë një fëmijë i cili e ka presionin e të qenit social. Ajo tha që unë ndjem e lodhur, por një fëmijë të ndjet i lodhur është i tregues shumë i rëndësishëm i gjithë zhvillimit edhe asaj çfarë vërtet e shqetëson. Se pas lodhjes ajo ndjen një presion edhe tension. Nuk është e zhvillimit të moshës së një fëmije dhe adoleshenti, gjithë ky zhvillim ndoshta i parakoshëm që fëmia të përjetoj, sepse është pikërisht në momenti kur personaliteti dhe gjithçka tjetër e zhvillimit është në formi. Po shpesh herë Anora konceptohet si diçka që pa diskutim do ta ndihmojë atë fëmijë në të ardhmen, edhe do t'i jap që tani bazën e një pune të mirëfillt edhe të një le të themi të një vizioni se si mund ta ndërtojë jetën në të ardhmen. Po, kështu është vërtet, ajo është vërtet një punë, por zakonisht puna të fëmijët ndonjëherë mund të jetë edhe penalizuese, e sidomos puna e cila kuadratohet në rrjetet sociale, në të qenit aktiv, në presionin e vazhdueshëm të performancës. Unë e kuptoj momentet që fëmia... Nuk besoj që kjo është mënyrë e mirë. Po thoja që e kuptoj kur fëmia ka një moshë edhe të kupton, edhe t'ja një dëshira do apo s'do e zgjedh vetë që do të postoj apo s'do të postoj. Por ka shumë prindër dhe ne kemi shumë nga vipatan shqiptar që sa pa lind fëmia kanë një llogari Instagrami dhe kanë ekspozuar gjitha fotot që nga lindja e tyre deri ku diun çfarë moshe mund të kenë. Ndërkohë që fëmia ndoshta nuk do doj në të ardhmen që ta ketë jetën e tij të ekspozuar. Çfarë dëmi është kjo kur vendos prindi për fëmijën? Pikërisht këtu duhet të filloj tek edukimi dhe sensibilizimi i prindërve, sepse prindri duhet të jetë shumë i vetëdijshëm për atë çfarë po bën. Duhet të kuptojë se fëmia është një individ tjetër, nuk është vazhdimi i vetes së tij. Dhe këtu ai merr përgjegjësinë e fëmijës për të qenë publik, për të qenë i njohur. Dhe fëmijët e kanë shumë të vështirë ta perceptojnë që njihen, që ndiqen, që pëlqehen. Dhe ndonjëherë janë vetë këta fëmijë që pasi kalojnë moshën e fëmijërisë së hershme, edhe pastaj janë atë moshën kur ata kanë perceptimin për veten dhe për botën nga jashtë dhe bëjnë pyetje tek prindrit, po pse më njohin mua ose pse më flasin, ata vetë nuk janë të vetëdijshëm për gjithë çfarë kanë bërë deri tani, që ata janë publik, janë të pëlqyer, janë të shikuar. Dhe ndonjëherë prindit ndjejnë atë presionin e një përgjigjeje, çfarë duhet të thonë ose çfarë duhet të bëjnë. Por përpara se ta ndjejnë këtë, ata duhet të edukohen me specialistët përkatës dhe të kuptojnë nëse është kjo diçka e shëndetshme ose si do ta menaxhojnë këtë gjithë rrugëtim që kanë marrë përsi për ta bëjnë, sepse është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe ndonjëherë prindrit nuk e kuptojnë këtë përgjegjësi. Pikërisht janë psikologët, punonjësit social, mjekët që janë kompetent për këto fusha, që duhet ndoshta ndonjëherë është e nevojshme të ngrihet edhe një komision etik ku ka raste ku fëmijët keq përdoren, nuk e di për çfarë arsye, sepse janë arsye nga më të ndryshme, por zakonisht bëhen në mënyrë pa dashje, sepse nuk ka asnjë prind i cili do të dëmtojë vlerësimin e fëmijës, besimin për veten, për botën, gjithë zhvillimin e tij. Ka një gjë Anora që në rastin konkret të Siborës që ne të tre këtu e kemi ndjekur rrugtimin le të themi të Siborës, ka një gjë që janë për duar trokitur prindrit që e kanë orientuar tek një gjë që asaj do i ndihmojë në rritjen e saj, ose në zhvillimin e saj, duke orientuar tek teatri, dhe jo tek rrjetet sociale, tek filmat e realizuar, ndoshta kjo e bën atë edhe më të pjekur si fëmijë. Dhe më pas ajo mendoj unë që ti do t'i ndash gjërat më vonë, si Bora, apo jo, edhe pse ty të pëlqen shumë aktrimi. Ndoshta në të ardhmen do të kemi një aktore brillante, të rritur, mjaftueshëm. Aman
Do t'i ndaja ndoshta në dy kategori. Fëmijët të cilët janë duke bërë një aktivitet i cili është për te performancës për të qenë publikisht i pëlqyer, por ata mund të bëjnë si Bora që është aktore tashmë. Edhe ajo futet në një rol kur merr kënaqësi vetë pikë së pari dhe pastaj mund të kënaqë audiencën që prindrit e menaxhojnë këtë pjesë. Ndërsa ka dhe nga ata fëmijë që ata nuk kanë kënaqësi personale, nuk është se as po këndojnë, as po bëjnë një pikturë, as po performojnë përpara një publiku ku mund ta marrin kënaqësinë e drejtë për drejtë si në teatr, nëpërmjet duartrokitjeve, pëlqimeve, që është shumë e rëndësishëm, është goxha e rëndësishme kjo pjesë, sesa vetëm kur përballë tyre është një ekran. Një telefon i cili ato mund të bëjnë make-upin, mund të rregullojnë flokët, mund të thonë shiko si nisi dita ime sot, unë po konsumoj këtë gjë dhe kjo duket si një shembull i marr të paktën nga prindrit në shtëpi, diku e ka parë, ose si një fëmijë që rri në rrjetet sociale. Zakonisht, fëmijët e cilët kanë këto tendenca për të performuar në këtë lloj mënyrash, janë të indikuar nga prindrit. Zakonisht nënat janë ato të cilat e bëjnë këtë si model, e aplikojnë, edhe kanë trendet e tyre, kanë shikueshmërinë, kanë rrjetet sociale, e më pas e vazhdojnë këtë tek fëmijët. Dhe zakonisht fëmia rritet me atë mënyrë dhe nuk e kupton atë realisht çfarë ai është duke bërë. A krijohet kjo shkëputja nga realiteti tek një fëmijë në momentin që ne mësojmë me suksesin që të vogël, edhe më pas si bëhet më vështirë për të arritur në të ardhmen? Mos mbase krijon një realitet paralel të tjetuarit, duke qenë se i ka gjërat më gati, nuk është se punon për t'i arritur vetë. Po, kjo është shumë pyetje e duhur në fakt, sepse zakonisht fëmijët të cilët kanë rrjete sociale, menaxhohen nga prindrit ose ndonjëherë edhe nga menaxher social, dhe kur kanë shikueshmëri, pëlqyeshmëri në masë shumë të madhe, këta fëmijë ndoshta mund të bëhen potencial i shumë çrregullimeve të personalitetit në moshën e zhvillimit të vonë, pra pas adoleshencës ose dhe gjatë adoleshencës. Dhe në fakt në aty ku identiteti i tyre formohet dhe ata e dinë tashmë kush janë, dihen përgjegjës për veten e tyre, aty fillojnë të kenë luhati emocionale, angst, sepse ata duan ta ruajnë atë performancën në nivelet më të larta dhe të marrin pëlqimet siç i kanë marrë më përpara, por kjo ndoshta nuk është e mundur sepse ata nuk janë ndoshta aq të predispozuar për të vazhduar atë rrugë ku prindrit i kanë imponuar, se do ta quaja informim. A mendon që të kesh një fëmijë bloger sot është biznes dhe biznes i frytshëm? Po, me sa duket është. Me sa duket. Shiko, ne, për shembull, unë s'dua ta them me emër, sepse është një rast që ne njohim, paktën ne që jemi të botës së medias e njohim shumë mirë. Jo vetëm një rast specifik, po disa. Ndërsa unë më ka ngelur në mendjen time që para disa kohësh dëgjoj një prind që fëmijës së vet i thoshte me imponim deri në fjalë fyese që atë videon duhet ta bënte sepse tani është shikueshmëria dhe tani në këtë moment ne do marrim kaq x euro dhe ti duhet ta bësh dhe fëmia pasi ka qarë disa minuta ka fshirë lotët dhe ka bërë atë video me filtra, i imponuar, i rregulluar dhe gjithçka nga zero. Pra, ky është të bërit biznes me fëmijën e një moshë, kaq të vogël në perceptimin tim personal edhe si prind ndoshta. Dhe kjo është një ndër skenat që mos harrojmë që kjo është ka qenë shumë e shëmtuar. Është ta dhunosh fëmijën, të detyrosh për diçka për kënaqësi ose për fitime ekonomike, që është akoma edhe më e rëndë sepse ndoshta kjo është shfrytëzim i fëmijës dhe këtu kemi të bëjmë me çështje ligjore, pastaj që janë ekspertët ligjor që merren me këtë pjesë dhe duhet madje të kushtojnë rëndësi të veçantë, sepse fëmia është një mitur i cili përgjegjësitë i ka prindi dhe prindi duhet jetë i përgjegjshëm dhe i shëndetshëm për të prindëruar në mënyrë sa më të mirë dhe dinjitoze. Nëse prindrit për qëllimet e tyre zgjedhin këtë rrugë, nuk do të thotë gjë që është një rrugë e bukur. Pavarësisht se ka pëlqyeshmëri, sepse fëmia fëmijët kanë pëlqyeshmëri sepse ata janë shumë direkt, janë spontan, kanë mimika të cilat janë të pranueshme nga të gjithë. Dhe
pëlqehet. Normalisht është diçka që merr kënaqësinë e të gjithëve dhe zakonisht shoqërohet me komente pozitive ose me mirëpritje në audiencë, por kemi dhe raste që mund të bëhen pastaj probleme. Edhe bezdisëse. Po, pa diskutim. Ja ta pyesin Jo mirë si përveç të Bora. bezdisëse, po edhe në pjesën që mund të bëhen ngacmime të tipit që janë të dëmshme për zhvillimin e fëmijës, ngacmime seksuale, ose ofendime, bullizime nga bashkëmoshatarët që janë çështje tepër delikate për zhvillimin e një fëmije. Ndoshta si Borën nuk e bërë ndoshta të ndihesh shumë mirë me këtë pjesën, por jam e sigurt që ajo është një vajzë e zgjuar edhe e menaxhon mirë këtë pjesë duke pasur mbështetjen e mirë të prindërve. Si Bora për shumë ti lexon komentet që të bëjnë ty te videot që poston? Jo, unë kam akauntin tim në Instagram, unë kam pasur në TikTok, po mua më tha mami, nuk është mirë që ta kesh në TikTok, por se ta kesh. Edhe ne kemi kohë që e kemi mbyllur në TikTok. Po, dhe jeni vetëm në Instagram. Mama ka hapur mami Instagramin në moshë shumë të vogël, po mama manexhon mami. Të ka thënë mami se kur mund ta marrësh ti vetë, çfarë moshe do ta marrësh ti dhe ta menaxhosh ti vetë Instagramin? Keni folur? Mami më ka thënë, duhet të jesh mbi 18 vjeç që ta marrësh vetë. Unë bëj disa video, mami i shikon dhe pastaj thot, a është mirë ti postojmë apo jo? Pra mami i kontrollon Sa e rregull. dhe mirë shpjegimin që e bën, po më pëlqen që e analizon fjalën që i thot mami, domethënë kjo është gjë shumë e Tani, rëndësishme. midis këtyre gjërave që ke bërë deri tani, çfarë po të pëlqen? Ku e ndjen veten më rahat ti si Bora? Tek teatri, tek televizioni, tek ato videot që bën, çfarë ke kuptuar? Mua më pëlqen të bëj videot, se kuptoj që është një talent që jo të gjithë njerëzit e kanë për të bërë. Unë bëj video, shpoj talentin tim, edhe nuk është edhe Aty tek aq mirë. videot e tua ti reciton, ke ato poezitë e tua shumë bukura, interpretimet e tua që i ke me shumë emocion, pra për këtë po thua, për këtë video që ti bën. Se nuk është edhe aq mirë të bësh video get ready with me, çfarë bëj unë, si bëj unë make-up, çfarë bëj, se ta bësh ashtu kur ti mund të recitosh, mund të këndosh. gjëra fëmijë. Të bësh gjëra për fëmijët, se pastaj do rritesh, do t'i bësh ato. Se pastaj do thuash unë kam pasur femërinë time duke u lyer, duke bërë. Po pse mos ta bësh femërinë duke kënduar, duke kërcyer, dhe pastaj kur të rritesh, ti lesh ato gjërat për të rritur. Si Bora, ky është mendimi yt apo këtë e ke folur me mamin? Dhe ta ka këshilluar Është mami? mendimi im, po dhe ma ka këshilluar mamin nganjëherë. Wow, bravo mami. Bravo mami, bravo si Bora. Anora, do me thënë, është herë e dytë që ju jeni bashkë në panelet temi diskutimi, por që si Bora ka një vetim mahnitse për të lënë pa fjalë. Keni dhe një energji, ju keni një si ur lidh se Anora dhe si Bora, domethënë janë këtu. Kjo analizë, Anora? Ishte vërtet shumë e bukur. Dhe falenderoj si Bora, sepse është kaq e përgjegjshme dhe përveç pjesës fëminore që e ka në zhvillimin e saj, po është shumë e kujdesshme në mënyrën se si zgjedh fjalët, edhe se si e përçon këtë tek gjithë fëmijët e tjerë, sepse është shumë e rëndësishme që të rritemi me një model të tillë, me një model që fëmia komunikon vazhdimisht me prindin, aman nga ana tjetër kemi një fëmijë i cili kupton realisht atë çfarë prindi dëshiron të shprehi dhe bëhet një potencial për të qenë një fëmijë i shëndetshëm dhe një fëmijë i mirë zhvilluar në shoqërinë tonë. Fantastike. Anora, faleminderit. Faleminderit shumë, Anora. Të përshafojmë zemrën. Gjithë mira, ditë mbarë. Faleminderit Anora. Faleminderit shumë, ditë mbarë edhe ju. Mirupafshim. Pafshim. Zemër shumë suksese. Dhe ti e di shumë mirë që ne të gjithë bashkë të ndjekim në të gjitha ato daljet e tua. Qofshin këto televizive, po qofshin këto edhe tek teatri dhe paç sa më shumë suksese. Faleminderit. Ne do të Suksese, ndjekim, zemër. Jo vetëm tani, po edhe kur të rritesh. Po, po. Na ke Aty do jemi fansa. ne. Dhe ti e di shumë mirë që për çfarë do lloj gjëje ti mund t'i biesh telefonit ton dhe thua që dëgjoni pak juve guys këtu. Unë do bëj këtë shfaqje tani të radhës dhe do vi ta prezantoj aty tek emisioni juaj. Mirë? Okej. U bë. Faleminderit shumë si Bora. Shpejt do ikim në reklama ne që ti të kapësh orën e fiskulturës nëse do më. Reklama.